një vizitë e papritur e përfaqësuesit të posaçëm për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, një befasi për shkak se nuk kishte paralajmërim për këtë vizitë, qoftë nga zyra e Bashkimit Evropian këtu në Kosovë, qoftë nga ana e qeverisë apo edhe nga vetë Brukseli zyrtar, pra nga selia qendrore e Bashkimit Evropian, lidhur me këtë vizitë që është e dyta e Peter Sorensen që prej kur mori mandatin si përfaqësues i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, në fillim të muajit shkurt paraprakisht ai ka qenë këtu në Kosovë në pjesën e dytë të muajit mars, me rast pati një vizitë, le të themi, njoftuese dhe informuese lidhur me gjendjen në terren dhe njoftuese me bashkëbiseduesit e tij këtu në Kosovë, por edhe në Serbi. Kjo vizitë ka nisur dhe edhe më herët pasi ka pasur paraprakisht një takim ndërmjet